Kjo i përket Inspektoratit të Policisë Kosovës, ndërkaq po ashtu i përket edhe prokurorës së rastit, që njëri ka mbyllë rastin, tjetri se ka trajtuar fare. Dhe diskutimi që po e shtroj këtu është është raporti jonë me institucionin, sepse ngjarjet vinë shkojnë, por mënyra se si po trajtohen eskortën e kryeministrit vend nuk është një ngjarje saktë, por mënyra se si trajtojmë ngjarjet, jo vetëm të imagjinoj që ndodhet në nivel të kryeministit, por çka ndodh me qytetarën e zakonshëm. Dhe shqetësimin që kam unë se si trajtojnë institucionet e Kosovës qytetarët e vet me shkallën dikën non e dikën njerëk, unë konsideroj që kjo pastaj le shumë për dëshiruar për institucionet tona. Gjithsesi, unë jam prej atyre që flas të ditën me studentet për kulturën politike, për një debat mirëfillt dhe përmbajtësor. Sa më shumë që të kena kështu turmash, kështu grupesh, sa më shumë kena terma pejorativ të përdorur në fushat, kena aq më pak programe, aq më pak projekte dhe aq më pak perspektivë për atë vend. Kjo s'ka dilemë.